Edhe sot, deputetët e legjislaturës së nëntë nuk arritën ta votojnë kryeparlamentarin e Kuvendit të Kosovës. E këtë zhagitje institucionale nuk përarsytojnë qytetarët të cilët kanë shprehur zhgënjimin e tyre për këto zhvillime. Mas jemi edhe në pjesë e këtij vendi, besoj që është zgjat shumë, arsyet bedihen, se si thot fjala popullore, ku janë dy shqiptarë, treti s'ka shkalyp. Dhe më thonë, mendoj që nuk mujnë mu zgjidh problemin, se nuk është lehtë zgjidh. Katastrofë. Keq. Votat shkundom. Çka më thonë që të sanë? Për popullatën është për ne vdekje. Gjëra duhet ndryshuar dhe marrëveshja duhet arritur, thanë të tjerë qytetar. Madje njëri prej tyre pretendon se e kishte menduar se do të ketë dështime. Unë nuk kam asnjë lloj zhgënimit. Për synin tem e vlerësimin tem, gjatë gjithë historisë deri në këtë moshë si e përjetoj kulturën shqiptare, ata janë të dështuar dhe do jenë gjithmonë dështuar. Sepse njerëz pa asnjë pikë ndërgjegje dhe përgjegjësie për këtë popull. Kjo është arsyeja. Ata nuk kanë përgjegjësi për popullin. Nuk është hera, por kjo që 2-3 herë janë ka dështojnë. Për hesab temen jo në rregull. Ata e dinë se çka mendojnë. Pse mendon që s'është në rregull? Po s'është, do në gjithë i cili me konë për veti si unë, tjetër s'është qesh. Për më shkurt, nëse kanë marak më ndërtu shteti, si është gjithkund si pëshojmë ja u kem lakmi, do të me bashkëpunua, kryesia nërveti dhe na populli me konë pak më taftë. Ky dështim i radhës në procesin e formimit të institucioneve e shton edhe më shumë pasigurinë për të ardhmen politike dhe ekonomike të vendit, thanë mes tjerash të intervistuarit.